Dhuratat e frymës së shenjtë, dita e 6. Dhurata e të kuptuarit. Nëse ti e heq hirin tënd, asgjë e pastër te njeriu nuk do të mbetet, gjithë e mira e tij shndërrohet në të keqe. Eja o frymë të kuptuarit, dhe ndriço mendjet tona, që të mund të dimë dhe të besojmë të gjitha misteret e shpëtimit, dhe të meritojmë në fund të shohim dritën e përjetshme në dritën tënde, dhe në dritën e lavdisë të kemi një vizion të qartë për ty dhe Atin dhe Birin. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash, e përgjithmonë e jetës. Amen. Akti i kushtimit ndaj Shpirtit të Shenjtë. Në gjunjë para turmës së madhe të dëshmitarëve qellor, unë ofroj veten time, shpirt e trup ty, frymë e përjetshme e Perëndisë. Unë adhuroj shkëlqimin e pastërtisë tënde, drejtësinë e pagabueshme të drejtësisë tënde, dhe fuqinë e dashurisë tënde. Ti je forca dhe drita e shpirtit tim. Në ty unë jetoj, lëviz dhe jam. Dëshiroj të mos të lëndoj kur me pabesin ndaj hirit, dhe lutem me gjithë zemër të më ruani nga mëkati më i vogël kundër teje. Ruaj me mëshirë çdo mendim timin, dhe më jep që të mund të shikoj gjithmonë për dritën tënde, të dëgjoj zërin tënd dhe të ndjek frymëzimet e tua të hirshme. Unë kapem pas teje dhe të jap veten ty dhe të kërkoj me dëmshurinë tënde të më kujdesesh për mua në dobësinë time, duke mbajtur këmbët e shpuara të Jezusit dhe duke parë 5 plagët e tij, dhe duke besuar në gjakun e tij të çmuar, dhe duke adhuruar anën e tij të hapur dhe zemrën e tij të plagosur. Të lutem ty, frymë e adhurueshme, ndihmës i dobësisë sime, të më ruash në hirin tënd, që të mos më katoj kur kundër teje. Më jep hir, o frymë e shenjtë, frymë e Atit dhe e Birit, që të them gjithmonë dhe kudo. Fol Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon. Amen. Lutje për 7 dhuratat e Shpirtit të Shenjtë. O Zot Jezu Krisht, që para se të ngjitesh në qell, premtove të dërgosh frymën e shenjtë për të përfunduar veprën tënde në shpirtrat e apostujve dhe dishepujve të tu. Dhe një të më japësh të njëjtën frymë të shenjtë, që ai të përsos në shpirtin tim veprën e hirit tënd dhe dashurinë tënde. Më jep shpirtin e urtësisë, që të mund të përçmoj gjërat e prishme të kësaj bote,
dhe ta aspiroj vetëm gjërat që janë të përjetshme. Shpirtin e kuptimit, që të ndriçoj mendjen time me dritën e së vërtetës tënde hyjnore. Shpirtin e këshillës, që të mund të zgjidh gjithmonë rrugën më të sigurt për t'i pëlqyer Perëndis dhe për të fituar qiellin. Shpirtin e fortësisë, që të mund të mbaj kryqin tim me ty dhe që të kapërcej me guxim të gjitha pengesat që kundërshtojnë shpëtimin tim. Shpirtin e diturisë, që të mund ta njoh Perëndin dhe veten time dhe të përsosem në shkencën e shenjtorëve. Shpirtin e devotshmërisë, që të mund ta gjej shërbimin e Perëndisë të ëmbël dhe të dashur, dhe shpirtin e frikës, që të jemi mbushur me një nderim të dashur ndaj Perëndisë dhe të kem frikë në çdo mënyrë ta mos e pëlqej ato. Shënom, sot i dashur, me shenjën e dishepujve të tu të vërtet, dhe më gjallëro në të gjitha gjërat me shpirtin tënd. Amen.